se pas 15 minuta që i kemi zier perimet, jemi kthy, i kemi hek prej ujit, mos i leni shumë me uzi, sepse Apolin kur të zien shumë edhe llomiten, nuk është shija shumë e preferune. Ndërkohë që kemi me i blu, a me vazhdu këto len me... Po, ato e blendohen. Vespi... Se po i ndohen len ashtu? Pangoj përgjigje, se tani s'nihesh miksojnë. Pendojt kuqin për të bardhës, një pjesë tani a qas gjysh për dekor. Okej. Majonezja, po? Në fund, kjo është ajo majonezë. Në vend majonezë, kjo është krema që kemi përgadit na. Normal nuk është se majonezë kuptohet, po realisht shirën e ka shumë të mirë dhe mundi me rujtë edhe me një qelqe për 3 ditë me përdor, për shembull me patate ose me çka do që, ose me shtute sallatat ose çka do që ju pëlqen. Më thanë vezën e ndohem të kuqen për të bardhës, ideja është edhe me lëmë për dekor një sasi të kuqes, po edhe mësë me pas shumë prej të kuqes, me që ma e letë për shkak se ata persona që vujnë prej ndyres, ose është një ma pak sasi prej pjesës kuqes, po. Vezë të shtojmë pjesën që e kena do e shtojmë të pjesa e sosit, më thonë krejt tash kemi mishtu këto. Me që e përmende, pse e kuqja e vezës len edhe stimulon glukozën, apo? Rritjen e kolesterolit, po. Yndyrës, të më thonë që. Nuk preferohet sasi shumë të madhe, edhe ata që përsha dojnë proteina, sasia proteinës është tek e bardha. Kryesisht ato aminoacidet krejt janë të e bardha. Ama len. Shtu? Ama je? Se kam dorën ma ka kamera.